Gëzuar një maj. Punëtorët erdhën, u kthyen. Gëzuar ditën e punës, ditën e punëtorëve. Unë e thash, Eralda është edhe mami, edhe mami. Edhe imagjino është në punë gjithkohës mirëmëngjes. Double mami. Nuk e kam kurrë. Edhe mami. Do me thënë, e kam të certifikuar me diplomë. Se mami e mora vesh, po nuk pasha theksin të aja. Duhet të vesh gjithmonë këtë theksin që ke. Lorin, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Unë verdi kështu sepse mua më ka thënë Lorin se ti bërë çdo gjë, vetëm mamis ke bërë një herë. Tha një shokë tash mundes. Kur ka për trajnime dhe për këtë, po merak. Si zoti sa gjëra. Mund të bëj skonto. Je në rregull, Lorin. Do bësh Nga një gjë babite. tjetër ti më skonto nga e rregulluar. Si shumë punëtor që je dhe i dalluar, shqyr Jam që je shumë i me lumtur, nesër. sot jam pushim. Je pushim sot. Jam pushim sot e bëra koncertin dje. Si sinjal, ndërkohë, meqense ke pasur si një thirrje të njerëzve. Erdhi Eralda si sinjal nga Zoti, meqense ti e ke. Se kam atë që bëje mirë, bëje vetë, thot Lorin, ti vetëm mami nuk e bëra. S'është kur vonë. Tas ka rastisur njëri me në një rrugë që do të lindi shpejt e shpejt të shkoj edhe. S'ka të ndihmoj direkte për parsen. Gjithsesi veshjen e ke të stërvitur, domethënë, kështu që. Kam dhe zemër kështu kur për operacione. Do i futesh në sikletën për punë vazhdimisht apo për hobi, për hobi. Për hobi. Do të flasim një gjë për temën apo e flasim për familjën? Puna që është punë, puna është violina. Studeshti që e përmend. Mos i hap ato ka realizime. Dihet që po e patë Lorinin në studio, po përmendet diçka mbarove, kështu që thot ai Edvin Zhvarti thotë ti Lorina si magazin pa inventar. Nuk e kam magazinën, po inventarin